Ihrami i ftohtë vjen së shpejti në treg. Ihrami i ftohtë është një veshje e projektuar për pelegrinët e Haxhit dhe Umrës që ndihmon trupin të qëndrojë i freskët në temperatura ekstreme. Ky produkt do të jetë i disponueshëm për udhëtarët që nga fillimi i qershorit 2025. Saudi Airlines në bashkëpunim me Agjencinë e Dizajnit Landor përdor teknologjinë e patentuar që kombinon mineralet natyrale ftohëse, thithjen aktive dhe tharjen e shpejtë për të larguar menjëherë nxehtësinë dhe lagështinë nga lëkura. Pëlhura është projektuar për të rregulluar temperaturën e trupit dhe për të mbrojtur lëkurën nga nxehtësia e fortë duke ofruar komoditet më të madh për pelegrinët gjatë udhëtimit të tyre shpirtëror. Pëlhura mund të ulë temperaturën e lëkurës me 1 deri në 2 gradë Celsius në varësi të mjedisit dhe shkallës metabolike individuale. Gjithashtu edhe ofron mbrojtje nga valët ultraviolente dhe po ashtu respekton parimet islame. Ihrami i ftohtë u prezantua për herë të parë në Arabian Travel Market 2025 në Dubai, i dizajnuar për të ndihmuar pelegrinët gjatë Haxhit dhe Umrës në përballime në temperaturave të larta në Arabinë Saudite.